Çfarë thot Allahu për natën e Kadrit? Zoti i Madh, duke ditë se ka zbrit 114 kaptina, 114 sure të Kur'anit, në të cilat kaptina i marrim dhe i pranojmë mesazhet e Zotit dhe udhëzimet e Zotit, orientime që janë për jetën tonë. Një prej sureve që Zoti e ka veçu është Suratul Qadr, ose kaptina e Kadrit, për të na tregu vlerën dhe rëndësinë e kësaj nate. Dhe Zoti i Madh shumë mirë e fillon këtë sure duke thonë Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lejletil Qadr. E kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Në natën e Kadrit. E nata e Kadrit është në Ramazan. Se disa prej dietarëve kanë thonë se nata e Kadrit është mundet me qenë edhe jashtë Ramazanit. Mirë, po ajo që është më e sakta është se nata e Kadrit është në Ramazan. Se në Ramazan ka filluar zbritja e Kur'anit. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Në surën Bekare ku thot Zoti i Madh se muaji Ramazanit është muaji në të cilën ka zbrit Kur'ani. E kur ka zbrit Kur'ani? Inna anzalnahu fi lejletil Qadr. E na e kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit. Do më thonë, fillimi është shumë i rëndësishëm, me cilin fillon, dhe kur fillon, dhe me çka fillon. Kjo tregon vlerën dhe rëndësinë e saj. Do më thonë, libri më i shenjtë, i cili është frymëzimi jonë, është ajo harta nëpërmjet të cilës na orientohemi në jetën tonë, është Kur'ani. E Zoti i Madh thot, unë këtë Kur'an e kam zbrit në natën e Kadrit. Nuk është rastësi kjo. Domethënë, nata e Kadrit është shumë me vlerë. Gjërat me vlerë i ka zbrit në kohën me vlerë dhe te njeriu me vlerë. Ke parasysh ajo trekëndshi. Domethënë Kur'ani, pejgamberi dhe nata e Kadrit. Domethënë tre gjanat më të rëndësishme. Inna anzalnahu fi lejletil Qadr. E kam zbrit natën e Kadrit, e kam zbrit Kur'anin te pejgamberi sa në natën e Kadrit. E pastaj thot Zoti, "Wa ma adraka ma lejletul Qadr." Shpesh herë Zoti thotë çka din ti se çka është shpirti, çka din ti se çka është dita e Kiametit, çka din ti. Zoti na flet për sendet që janë sekrete për neve. Dhe me një farë mënyre Zoti na jep një farë përngjasimi sa do pak me kuptue. Thotë, "Wa ma adraka ma lejletul Qadr." E çka din ti se çka është nata e Kadrit? Ti nuk mundesh me kuptu se çka është. Realisht s'u ne kupton me gjitha shpjegimet që bëhen, me gjitha tekstet e Kur'anit dhe me gjitha tekstet profetike të pejgamberit alayhis salam, ti përsëri nuk ke mundësi me arrit atë 100% e kuptimit të drejtë të natës së Kadrit. E Zoti i Madh na flet sipas kapacitetit ton. Zoti na flet me numra. Çka thot Zoti në Kur'an? Lejletul Qadri khajrum min alfi shahr. Nata e Kadrit është më me vlerë se 1000 muaj. Nëse e përkthejmë në vite, i bie domethënë që të jetë 83 vite disa muaj. Është në kjo ajet i Kur'anit ka ardhur në foljen sipërore, që do më thonë, më e mirë, nuk ka thonë sa 1000 muaj, po ka thonë më e mirë se 1000 muaj. Do më thonë, nuk duhet të ndalim në 1000 muaj, se ka thonë është më e mirë se 1000 muaj. Edhe ti ndalesh. Atëherë çfarë nata është kjo? Sa me vlerë është kjo natë? Do më thonë, nëse 83 vite e disa muaj për neve janë shumë me vlerë. Shumë me vlerë. Për shembull, një punë e cila bëhet 83 vite e disa muaj, do më thonë është diçka shumë madhështore. E Zoti i Madh, me fuqinë e tij, me urtësinë e tij, duke dëshiruar të mirën në robët e tij. Se na gjithmonë e themi dhe këtë na përsëri nuk mund ta kuptojmë. Se sa Zoti i Madh na i dëshiron neve të mirën. Sa Zoti i Madh neve na i dëshiron të lehtën. Fakti që Zoti e ka caktuar natën e Kadrit nëpërmjet një shanse shumë madhështore për të
për të mirën tonë, e kuptojmë se Zoti i Madh neve na i dëshiron më të mirën. Dhe Zoti i Madh e ka caktuar këtë natë të Kadrit që ne të nxitojmë, të arrijmë këtë natën e Kadrit me lutjet tona, me adhurimin tonë, me nxitimin tonë, me sakrificin tonë, e që Zoti i Madh të na i përmirësoj dhe të na i lehtësoj, të na bekoj edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Do më thonë, mbi 83 vjet vlerë. Po. Nëse i fali 2 rekate, ditën e gjykimit dalë sikur ku më fal mbi 83 vjet ka 2 rekate. Thash është folje sipërore. Si për orë. Është folje sipërore. Nuk është folje krahasuese. Do më thonë, 1.000 muaj nuk do të thotë se janë 83 vite e disa muaj, por janë më me vlerë se 83 vite e disa muaj. E sa? E dim vetëm Zoti i Madh. Kështu që çdo vepër e cila bëhet në këtë natë, çdo vepër e cila bëhet në këtë natë, është natë për llogaritje. Qëllimi, mendimi, planifikimi, çdo vepër. Femen ya'mel mithqale dharratin khayran yara. Saqë edhe vepra më e vogël dhe më e imt do të përllogaritet me llogarinë e natës së Kadrit. Allahu na mundësoft që të arrijmë me shëndet e mirësi dhe mirëqenie.